Guranjaku përballën me skuadrën e Ignatias, janë për herë të katërt në këtë fazë, ndërkohë që në 3 sezonet e fundit ka fituar 2 herë dhe nga shkuar një finale të humbur me skuadrën Dinamo. Sa i kënaqur je për shortin e finales së Shqipërisë? Tani duke parë kundërshtarët që ishin në short, ishin të gjithë skuadrat më të forta në Shqipëri. Normalisht e prisëm që njëra nga këto do na binte, por Ignatia normalisht vjen si një ish finaliste, është kampione në fuqi në Shqipëri, normalisht është skuadra që duhet mundur. Gjithsesi, neve do bëjmë maksimumin, pastaj një nga objektivet e klubit është edhe arritja në finale në Kupën e Shqipërisë, por gjithsesi të shohim. Deri në sfida shumë të bukura, pasi edhe sfidat në kampionat midis të dy skuadrave kanë qenë shumë të luftuara, shumë të bukura dhe të shohim si do shkojë. Ai uzon faktin që në abisen superiore, pavarësisht rivalitetit, nuk keni humbur asnjëherë përballë kampionëve të fuqi. Jo, nuk kemi humbur, por kanë qenë ndeshje të forta me rezultatin deri në fund të ndeshjes. Më thënë, nuk ka se ka diferencat më dhaja me dy skuadrave, ashtu si e shikoj unë, kështu që edhe këto 2 ndeshje do jenë, besoj do luan deri minutën e fundit. Referuar komponentëve të gjithë sportiv, e shikoni veten inferior apo superior? Jo, inferior nuk jemi ndaj askujt, por edhe superior nuk do të shikojmë veten ndaj askujt, pasi janë Ignatia, të thash, është skuadrë që është kampione në fuqi, kështu që do jetë shumë e vështirë e luftuar dhe ketë gjithë shka kjo super sfidë. Guranjaku pas imposhtet Partizanin, Kub dhe Tiranën në kampionat dhe ishte më mirë një tjetër skuadër nga kryeqyteti? Jo, nuk besoj, sepse këto janë statistikat momentit. Ne do të shkojmë, si do shkojmë deri në prill, pasi të dyja ndeshjet janë në 8 dhe 22 prill. Domethënë, pas një muaji duhet parë se si vjen Elbasani, se si vjen Ignatia, si mund vinte Dinamo. Ndoshta Dinamo është një kriz tani, por mund ta kalojë të mas një muaji, mund të jetë skuadër dhe nuk e dim ç'e presim deri atëherë. Kështu që është diçka që do ndodhi mas një muaji, duhet shikojmë si do shkojmë deri atje. Kë nga skuadrat preferonit, këtë që u peshkuar, Ignatia? Jo, nuk është se kishim një preferencë. Nga këto të 3 skuadrat unë i shikoja me të njëjtin nivel vështirësie, kështu që nuk kishim këtë zgjedhim sepse ishin të 3 shumë të forta. Objektiv prioritar i klubit është titulli, se thatë një nga 2 objektivat kupa. Objektivi i klubit është një vend në Europë. Pastaj, nëse do shkojmë në Final Four edhe do luhet për gjithçka aty, pse jo mos ta luajmë edhe aty titullin.